çdo që jeton në Shkodër apo mund të jetojë jashtë, por është i lidhur me Shkodrën, flas me gjithë qarkun, e ka mundësinë që në këtë skuadër të gjej atë që kërkon. Dhe kjo është shumë avantazh i madh për ne, krahasimisht me ata që kemi përballë, ose më saktë që kemi mbrapa, se ne përballë kemi vetëm horizontin e Bashkimit Evropian dhe s'kemi kundërshtar përballë, po kemi mbrapa. Edhe prandaj edhe dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme zhurma, edhe dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme klithma dhe britma dhe sharje dhe mallkime dhe lehje. Dua të them diçka që është në fillim, sepse nuk kam pas mundësi rast me fol me Marianën, por më ka rënë në sy bullizimi që i bën disa burime të caktuara edhe personazhe grotesk në petkun e analistëve, komentatorëve, deri dhe intelektualëve që kanë kurajën ta quajnë veten, duke e ekspozuar si një simbol të një banaliteti të shkurës.